Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Sot është dita e 5 e protestës për çështjen Zvërneci. Në fakt themi çështja Zvërneci, por ajo ka marrë për masa më të gjera dhe nuk kemi të fokusuar vetëm te investimi që mendohet që mund të jetë një nga investimet më të mëdha të turizmit shqiptar. Madje disa mua më pëlqeu dhe si emër, që revolucioni Flamingo, një emër shumë i bukur. Dhe tani çështja është ndërkombëtarizuar në aspektin mediatik. Pothuajse mediat më kryesore të botës, ato amerikane, por edhe perëndimore të Evropës, e kanë trajtuar si lajm atë që po ndodh në Tiranë dhe çështjen Zvërneci. Më interesante akoma ishte një intervistë e Zotit Rama në rrjetin televiziv më të madh në botë, televizioni më i rëndësishëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në botë, CNN, i cili ka shpjeguar me pak fjalë, ka thënë që e gjitha kjo është një fake news sepse nuk ka një projekt. Mirë po, edhe kjo ka një lloj diskutimi në Shqipëri. Për të diskutuar për këtë, sot lajmi i ditës është pikërisht Zvërneci dhe protesta e qytetarëve, sepse deri tani nuk kemi asnjë lloj organizimi zyrtar, po themi që mund të jetë një përfaqësi. Unë kam ftuar sot për të diskutuar dy personazhe. Mentor Beqa, një kthim në media, rrallde në media, po nuk e dim pak e din që ka qenë gazetar si gjithë ne, dhe braktisi gazetarin, është tani në mësimdhënie, por ne gazetarë se lëmë më rehat e thrasim në njerë dhe mentorit përsëri, besoj, duket vetja përsëri gazetar. Mentor Beqa, të falenderoj shumë që jeni në emisionin tim. Njëherë gazetar, gjithmonë gazetar. Nuk e se ishë të merë malli për gazetarin, Mentor Beqa? Po patjetër, është shumë dinamike, është shumë tërheqëse. Se kur e kenë gen... Nuk shmangesh do. Gjithsesi unë e kombinoj, kam edhe stilin tim tjetesës akademike e kombinoj edhe pak me gazetarin. Kur të hanë më shumë duart edhe trupi, kështu që kjo ngjarje duhet shkruaj këtë. Kur, në cilë? Tani jam shumë i dhënë mbas vertikalitetit, pra tani duhet të thellohem. Shikon nga lartë, shikon nga lartë. Por prapë përpiqemi. Okej, faleminderit. Kemi dhe Renato Muçi, ne kemi pasur edhe herë tjetër. Përshëndetje, faleminderit, analist. Renato, revolucioni Flamingo? Një emër i bukur. E bukur është. Dhe e pe atë logon, sa bukur kishte bërë e vajza, një logo kështu, Flamingo Revolution. Pavarësisht se po mundohet që të vendoset ajo logo, po duket sikur protesta ka dalë pak nga konteksti me cilin nisi. Po, e ke fjalën që më bëri përshtypje që... Po me ngjyra politike tashmë. Jo, më bëri përshtypje dje që një pjesë e turmës shkojnë për lokale te bloku dhe diku te Tajvani ku ishte dhe çuni nga kafja. A është normale? Duke qenë që është një protest lëvizse, që organizuar, nuk ka një shtyll, që nuk ka një drejtim, një kokë, ose edhe nuk ka një program, si jemi fort që kemi ato protestat e opozitës që dalin, bëjnë fjalime, edhe ai skenar kështu. Ka skenari. Ai është skenar kështu, do fjalime në fund bombat molotov, fishek zjarret, jemi mësuar me këto skenare. Jo, ne fillon që te PD kështu me këngën The Final Countdown e vitit 1989 që unë isha fan se atyre, do të thonë vazhdojnë ato 40 vjet ajo këngë dhe mua më duket kështu, do të thonë akoma old fashion. Shiko, protesta është i bën mirë shoqërisë, nuk e gjë një gjë të keqe, as për demokracinë është e shëndoshme shumë demokraci. Se mos na thuaj që si bën mirë. Jo, i bën shumë mirë, biles sa më shumë të kemi aq më mirë është. Në çdo vend botës kur bëhet një investim, një ndërtim, janë ambientalistët që dalin parët dhe protestojnë, ajo nuk diskutohet. Dhe shumë mirë që edhe këtu është ngritur zëri për më shumë transparencë më saktë për projektin që do zhvillohet, sepse këtu është gjithë thelbi besoj unë kësaj që ata njerëz ka qenë pa qartë se çfarë po mundohet kryeministri tashmë të bëjë një transparencë të saj. Ndofta duhej të bërë më përpara, duhej bërë dyqesa publike edhe në Vlorë me qytetar që të kuptonin se çfarë vërtet do vi atje. Se tani është bërë si muhabet lagj. Do vi me investime, do vi 4 miliard, po njerëzit duhet të kuptojnë realisht çfarë do ndërtohet. Ti po thua gjë më kryesore, më the që në fillim, ta mbyll emisionin tani. Si ku mbyll emisionin, çfarë do vazhdojmë kota? Jo, po tani po mundohet që të bëhet një transparencë. Ju e përmendët pak te fjala e hapjes përveç intervistës që kishte dhënë kryeministri, është edhe intervista që ka dhënë Ivanka Trump edhe Jared Kushner, edhe ato po bën xhiron e botës. Dhe ka një kakofoni që s'po kuptohet, ata thonë ishull i familjes, gjetëm një ishull në mesdhe, domethënë ata e shprehin ndryshe. Pra çfarë po ndodh vërtet, kjo ndofta është e rëndësishme që të bëhet transparenca. Dhe po të bëhet transparenca jam i sigurt që do ta diskutojmë edhe më gjerë. Për ty mentor, mund të analizosh çfarë po ndodh. Do të thonë çka ke kuptuar ti se okej, bën dhe pak humor në fillim si ti je një pedagog që
je lektor atje, jep mësim në studentët dhe mbaron punën, shkon në shtëpi, vazhdon me ato studimet e tua. Si e shikon ti se ne nga mëngjesi në darkë rrojmë me atë që ndodh me lajmin etj, jemi më të përfshirë. Ti si e shikon? Ndoshta jemi i ftohtë, besoj. Është protesta e parë ku kemi përballë në njërin anë shoqërinë dhe në anën tjetër establishmentin politik. Ne kemi parë që i gjithë establishmenti politik është i rreshtuar pro këtij projekti nga njëra anë dhe shumica e zërave të shoqërisë civile janë të rreshtuar kundër këtij projekti. Dhe zakonisht ne shohim që aktorët politik përpiqen që të përfitojnë nga protestat. Në këtë rast, aktorët e mëdhenj politik janë vendosur përballë qytetarëve. Dhe kjo është ndoshta risia më e madhe e protestës. Po pse s'kemi pasur ne në këto 36 vjet? Armët kimike, por tek armët kimike kemi parë edhe përpjekjen e Partisë Demokratike në atë kohë, e cila sapo kishte rënë nga pushteti ta instrumentalizoi protestën e kështu me radhë. Pra, ishte një situatë tjetër. Situata e studentëve, por edhe tek studentët kishte përpjekje nga ana e aktorëve politik për të përfituar. Po e studentëve ishte më e kufizuar, do ishte vetëm student. Me një target më të përcaktuar, më specifike. Në këtë rast kemi të bëjmë me protestën e parë, e cila në pikpamje të hierarkisë së organizimit është e decentralizuar dhe ku nuk ka aktor të rëndësishëm politik të cilët e mbështesin, përkundrazi kanë dalë kundër saj. Dhe kjo tregon që ka lindur një çarje shumë e rëndësishme në shoqërinë shqiptare dhe mosbesimi ndaj establishmentit politik. Çarje e madhe midis shoqërisë dhe establishmentit politik. Dhe kjo është një çarje e cila nuk gjen, nëse nuk gjen zgjidhje politike, mund të bëhet gjithnjë e më problematike. Ne shohim për shembull, ekuivalenti i kësaj mund të jetë ajo që po ndodh në Serbi. Në Serbi, studentët kanë dalë në protestë prej pothuajse 2 vitesh. Dhe është një protestë e cila është e decentralizuar, pa hierarki drejtimi, kundër regjimit politik dhe e cila nuk ka arritur të prodhojë një produkt real politik. Pse? Sepse situata politike ku opozita është e fragmentuar dhe nuk zon besueshmëri tek opinioni publik, nga ana tjetër shoqëria ndihet e papërfaqësuar nga regjimi politik dhe është kundër regjimit politik, mirëpo nëse nuk e kanalizon dot të gjithë të energji e cila del në rrugë në kanale politike, ndryshimi është shumë i vështirë dhe Serbia gjendet në këtë ngërç që gjendet. Mund të përsëritet kjo? Mund të përsëritet kjo në Shqipëri? Qofse protesta do jetë afatgjatë, se kjo mbetet për tu parë, është një gjendje shumë liminale, është një gjendje pa qartë, është një gjendje pa kristalizuar. Pra, nëse protesta do të ketë jetë gjatësi, kjo mund të shkojë drejt skenarit serb, ku nuk përfaqësohet dot politikisht dhe nuk prodhon në pikën fundore një produkt politik. Ka përpjekje që disa politikanë të bëjnë pjesë e protestës, të partive të vogla, Agron Sheh, ai ky Çorri, do të mundet këta që ta përveçojnë se të bëjnë pjesë e protestës, si shikon? Roli tyre është në prapaskem, dhe ata po përpiqen që të përfitojnë nëpërmjet protestës, pra të rriten bashkë me protestën, sepse ata nuk i sjellin ndonjë peshë, ndonjë fuqi protestës. Përkundrazi, ata po përpiqen të shkrihen në protestë në mënyrë që të rrisin kapitalin e tyre politik. Por duket që kjo është një protestë frustrimi. Njerëzit, sidomos pjesa shtresa e mesme e shoqërisë, ndjehen të frustruar, ndjehen të përbuzur, ndjehen të mos marrë në konsiderat. Dhe natyrisht që Zvërneci ishte shkëndija dhe besoj që protesta duhet të mbetet e fokusuar te Zvërneci. Por duket që protesta po merr dimensione shumë të mëdha se sa Zvërneci dhe po derdhet në rrugë i gjithë frustracioni që qytetarët kanë me qeverinë dhe me establishmentin politik në tërësinë e vet. Pra, ka marrë ngjyra politike protesta tashmë, nuk është më ajo protestë si nisi politike, se kanë kuptuar këtë pa kokë Renato, pa një drejtim. Po ajo që u tha përfshirja e këtyre partive të vogla dhe po ikë si pranonieri ato, Renato. Dhe drejtim do jetë shumë e vështirë të ketë një kokë të drejtim ajo protestë, sepse nuk e beson, no? Tani mendohet këta aty ke 3 aktorë që përmendëm ne të partive të vogla. Kush do dali, kush do ta drejtojë atë? Jo, ata i kanë përjashtuar. Vetëm duhet një ndërhyrje. Ose kë do zgjidhë, se do vi një moment duhet të ketë një kokë, sepse do bëhet e losme edhe për njerëzit.